Në Qendrën Rajonale për Punësim në Ferizajt është mbajtur sot një sesion informues dhe është lancuar programi për grantet e fillimit të biznesit nga të papunët me titullin Ndërmarrësit e rinj fillojnë biznesin. Ky projekt që po realizohet nga Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale dhe nga Gizi Gjerman ka për qëllim që përmes trajnimit të ndërmarrësisë të inkurajojnë të rinjt në mbar Kosovën të zhvillojnë idetë e bizneseve të tyre dhe përmes mbështetjes me grante të ofrohen mundësi për fillimin e biznesit dhe të vetpunësimit të tyre. Një aktivitet i kësaj natyre, domethënë ndërmarrësit të rinj fillojnë biznesin, është një masë aktive e tregut punës që na bashkarisht në takimet e aktorëve lokal në Ferizajt e kemi identifikuar si të nevojshëm për me ju ndihmu trive për me u vetpunësu apo edhe me punësu edhe dikon tjetër. Edhe kryetari e përmendi që edhe Amerika kur ka fillu zhvillimin ekonomik e ka fillu me bizneset vogla. Dhe gjithmonë në momentin kur ndërmarrjet e mëdha s'kan mundësi me kriju vendet lira të punës, atëherë ndërmarrjet e vogla dhe vetpunësimi është njëri prej çelësve të punësimit të rive. Në prezantimin e këtij projekti mori pjesë edhe kryetari Muharrem Sfarqa, i cili tha se Ferizaj ofron të gjitha parakushtet për zhvillimin e bizneseve, nga se ndodhet në një pozitë të përshtatshme gjeografike në këtë rajon. Ne në komunën e Ferizajt nga 110 banorë sa i kemi një fuqi të jashtëzakonshme punëtore, sepse konsiderohet që 68% e numrit të banorëve janë në moshën 40 vjeçare, që për shtetet e zhvilluara do të paraqisnin një nga potencialet më të mëdha si fuqi ekonomike për rritjen edhe të brutoproduktit përgjithshëm shoqëror. Ndërkaq për fatkeq te ne kjo pasuri është shndërruar në ngarkesë, në handicap për shkak të mungesës së aftësisë së institucioneve për krijimin e kushteve për të bërë biznes dhe për hapjen e vendeve të reja të punës. Megjithatë, komuna e Ferizajt ka bërë hapa transition në këto vite të fundit, duke krijuar mundësi të përshpejtimit të rritjes së bizneseve të reja, të cilat në komunën e Ferizajt për çdo ditë presin për të hapur dhe gjenden në zyrën e regjistrimit për hapjen e bizneseve. Sot komuna e Ferizajt renditet ndër komunat me fuqinë më të madhe ekonomike pas Prishtinës, me 11.707 biznese të regjistruara, të cilat paraqesin edhe një mundësi ndoshta edhe për perceptimin e përgjithshëm të zhvillimit ekonomik të Kosovës dhe për ndikimin e drejtë për drejtë në zhvillimin e përgjithshëm të Kosovës. Në këtë takim informues detaje për projektin dhanë edhe udhëheqës të Qendrës Rajonale për Punësim Naim Gashi si dhe Fatmire Salihu nga Qendra për Aftësime Profesionale, të cilët e vlerësuan këtë projekt si mundësi mjaft të rëndësishme për ndërmarrësit e rinj. Nga programi Ndërmarrësit e rinj fillojnë biznesin, përfituesit e projektit do të ndihmohen për hapjen e biznesit të ri me shumën maksimale deri në 4.000 euro, ndërkaq moshat që kanë më së shumti përparësi janë 18 deri në 35 vjeç.